Shikues të televizionit Skan, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në transmetim të drejt për drejt. Jemi në studion e emisionit Përballje. Gjatë 3 të enjteve të fundit në këtë studio kanë qenë të pranishëm përfaqësuesit e 3 forcave kryesore politike, të cilët kanë diskutuar ose më saktë kanë debatuar me një panel ekspertësh dhe gazetarësh ekonomik programet elektorale ekonomike të 3 forcave që përfaqësojnë dhe që garojnë në zgjedhjet politike të 25 qershorit. Ndërsa sot, kur jemi dhe fare pak orë larg fundit të fushatës elektorale, heshtjes zgjedhore dhe ditës së diel, kur do të zhvillohet procesi i votimit, unë vendosa që të bëj një tjetër emision, një emision që do të ketë si protagonist 4 gazetar ekonomik, ndër më të njohurit në vend. Me ta do t'ju njoh menjëherë pas siglës hapse. Tematika që do të trajtojmë në këtë 90 minutësh me kolegët e mi gazetar është e larmishme dhe sigurisht ngërthen dimensionin ekonomik në fushat, peshën e saj në vendimarrje, pra në votën e qytetarëve, çështjen e programeve elektorale, si janë artikuluar ato, sa të digjestueshme kanë qenë për opinionin publik e tjerë. Për ta bërë një emision të tillë, unë kam kënaqësinë të kem në studio kolegen time Aurora Sulçe, e cila është moderatore e emisionit Eko Politik në Radio Televizionin Ora News. Aurora, kënaqësi që jemi me mua në studio. Faleminderit për ftesën, Franco. Gjithmonë kënaqësi të jemi bashkë. Me mua në studio është kolegu me mjaft eksperiencë në fushën e problematikës ekonomike Bardhi Sejdarasi, i cili aktualisht drejton sektorin e prodhimeve ekonomike në Radio Televizionin Publik Shqiptar. Bardhi, faleminderit që erdhe. Faleminderit Franco për ftesën. Me mua në studio është drejtori i informacionit në Radio Televizionin Skan dhe njëkohësisht autori emisionit Argument, Enjo Civici. Enjo, faleminderit që erdhe. Shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi. Me mua në studio është edhe gazetarja ekonomike e televizionit Klan, Ola Xama. Ola, kënaqësi që je me mua. Faleminderit për ftesën. Atëherë, pyetja e parë është, ndoshta do ta fillonim bashkë, Aurorë. Ne që merremi në një farmase me problematikën ekonomike, e dim që partitë politike kanë një program elektoral. Ekonomik, elektoral. Ndërkohë që në përgjithësi opinioni publik dhe gazetarët që nuk janë të profilizuar në këtë sektor shprehen që partitë nuk kanë program ekonomik. Ka një diskrepancë këtu. Nuk e di si e përkthen ti këtë diskrepancë. Në fakt nuk kam trajtuar në emisionin tim programet ekonomike dhe ka qenë specifika e të gjithë fushatës, edhe kam tentuar si emision të parë programin e Partisë Demokratike. Fillimisht nuk ishte gjithë shkruar, që kur nisi fushata. Ne kishim ndjekur deklaratat e kreut të opozitës, Lulzim Basha në Çadër, aty ku artikuluan shumë herë edhe ato që do të përdonin bazat e programit ekonomik të Partisë Demokratike, ofertën e saj për zgjedhjet e 25 qershorit. Dhe unë që nga kjo mora bazën më pas për të hartuar ato që do të ishin piketat kryesore të programit dhe të ofertës demokrate për zgjedhësit shqiptar. Fillimisht nuk kishte një program dhe Partia Socialiste realisht nuk kishte diçka të shkruar. Kishte një përmbledhje të asaj që ishte diskutuar të deklaratave në asamble, por nuk kishte një program, ashtu siç ka pasur në vitin 2013, për shembull, mbaj mend që programet ekonomike në vitin 2013 kanë qenë të shkruara, kanë qenë më të detajuara nga ato që ne pam gjatë kësaj fushate. Lëvizja Socialiste për Integrim në ditët e para të fushatës e prezantoi në faqen e saj programin ekonomik, disa faqe jo shumë të detajuar, ndërsa vura re që partitë e vogla, Libra, Sfida, PDU kishin më të detajuar programet ekonomike të tyre. Çudi sepse duke qenë partitë vogla nuk është se mund të le të themi të imponohen, le të themi me politikat e tyre fiskale apo me ofertën fiskale. Një gjë e tillë padyshim që u reflektua më pas edhe në atë që do të ishte në fushat apo në takimet, në dinamikën e shkellimit të problematikës. Dhe gjithë ne u bëm dëshmitar të asaj çka ndodhi, ku u artikulua më tepër pati karakteristik kjo fushat zgjedhore, batutat mes liderëve, se sa realisht një debat ekonomik mbi atë çka ofroi për vizionin e vendit. Ne kemi dëgjuar të gjithë premtimet për hapjen e vendeve të punës dhe për uljen e taksave. Të paktën këto janë ato të cilët po ti pyesësh dhe sot të gjithë qytetarët shqiptarë që çfarë mbani mend, dikush thot ulje taksash 9, 10,
ketë përjashtime, mbështetje për bujqësinë, për turizmin. Por ajo që mungoi realisht është si një lojë kungulleshkash, nëse do t'i referohesha një statusi që bën një ekspert i njohur Elvin Meka, që duke komentuar situata është bërë si lojë kungulleshkash. Hap 100.000 vende pune, ju hap 200, ju hap 220, ju hap 170.000. Po në vetvete mungoi debati ekonomik ku secila nga partitë të tregonte se cili ishte vizioni. Ne e dim që debati për taksat nuk është mirëfilltazi, baza për zhvillimin ekonomisë në afatgjatë. Pasi ajo që duhet është zhvillimi i biznesit, është sektorët të cilët të mbajnë rritje, si ti do mbështesesh, do thithësh investimet e huaja. Këtë gjë nuk e pash vetëm një debat shifrash mes palëve kush hapte më shumë vende pune dhe kush ulte më shumë taksat. Por mungoi efektet që gjitha këto politika do kishin në buxhetin e shtetit apo tek miqënia e gjithë ne. Pse ndodhi një gjë e tillë, Enil, në këndvështrimin tënd? Po shumë e lidhur me realitetin para qershorit, që shkojmë pasaj tek marrëveshja e 17 maj. Kjo vlen vetëm për dy partitë e mëdha. Ndërkohë që LSI e ka patur deri paktën në fund prillit, fillim të majit, programin e përfunduar dhe aksesibël në faqen e saj të internetit. Ndërkohë që dy partitë e mëdha, të varura nga njëra tjetra nëse do hynin zgjedhje apo jo, pavarësisht retorikave që bënin, e mbanin në një plan hartimi të mangët çështjen e programeve duke mos ditur se ç'do të ndodhi. Nuk dinin nëse do futeshin në një fushat ku do mallkonin njëri tjetrin për mos hyrje dhe tjetri për hyrje vetëm, apo do futeshin në një fushat normale, deri diku edhe më normale, siç është kjo e tanishmja. Dhe pavarësisht se Partia Socialiste kishte, unë jam domethënë djenitë të 3 partive, LSI-ja e kishte të mbyllur që shumë kohë përpara dhe e kishte aksesibël dhe vazhdon ta ketë. Partia Socialiste kishte dokumentin, atë që quhen manifest, cili nëse do të duash të flasim më vonë pastaj pse është manifest dhe si duhet trajtuar manifesti, por nuk e publikonte. Ende sot kësaj dite janë pakt njerëzit që mund që kanë një hard copy të kenë në dorë dhe të flasin për to. Ndërkohë që Partia Demokratike kishte shumë detajuar edhe me tekst pjesën e platformës fiskale apo ofertës fiskale që kishte për qeverisjen e saj, por totalisht të paqartë apo për ne që do të deshëm ta lexonim totalin tjetër të politikave publike që propozonte. Fakti që ishin deri diku gjysmake, të paktën partitë e mëdha, i detyroi që mos ngjanin sikur sapo e kishin përfunduar, duke e publikuar vetëm javën e parë apo të dytë fushatës, që mos ta publikonin kurrë. Dhe unë nuk besoj, edhe sikur ta publikojnë tani, nuk është se ka shumë kuptim, se mendja është ndarë e fatkeqësisht e votuesve shqiptarë, që zakonisht në një vend tjetër ka ende 72 orë kohë për të vendosur, por në Shqipëri janë shumë pak ata të pavendosurit. Kështu duke mos edhe një herë për ta mbyllur, duke mos e patur mundësinë që ta shpalosin totalisht, ta ndërtojnë një herë pastaj ta shpalosin totalisht programin elektoral, u detyruan që mos ta publikojnë fare. Bardhi. Unë kam një qasje ndryshe në fakt nga Aurora dhe nga Enio, sepse unë nuk gjykoj që gazetarët do të presin webin e partive për të njohur me programet politike veçanërisht të sensit ekonomik të partive politike. Partia Demokratike ka bërë të qartë që në javën e parë të majit, në një takim të zhvilluar në Hotel Tirana, në cilën ekspertët gjerman, po dhe ekspertët shqiptar arritën që të prezantojnë pothuajse 80% të gjithë programit elektoral të tyre në fushën ekonomike. Sigurisht aty ishin bazat e programit dhe pastaj programi mbetej që të ajustohet me gjërat e tjera. Partia Socialiste ka patur 4 eksponent kryesor që fillonin me Benametaj dhe vazhdonin me Rion Braçen, me Ervin Bushatin dhe me Viskushin, të cilët ishin autorë të programit ekonomik të partisë dhe sigurisht kontaktet me ta të jepnin mundësinë që të meshe pjesën kryesore të programit ekonomik, ata program që ishte gati për të anoncuar në fushat. Më avancuar ka qenë Partia e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Unë kam qenë pjesë e grupit të punës që një grup ekspertësh shumë të njohur, të kryesuar nga Maksim Çasli, për rreth një viti, as një viti e pak, kam punuar për të bërë programin ekonomik të Partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe në takimet që kemi bërë, në gjitha takimet që kemi bërë me grupet e interesit, ata kanë qenë të interesuar që të thithnin mendime, opinione dhe debatin e kam patur të hapur, kështu që programi tyre përveç se ka qenë dhe më i konsultuar, po ka qenë edhe publik, ka qenë publik sigurisht. Do e mos që mirë është që partitë politike
t'i kenë të gatshme programet ekonomike përpara se të fillojnë fushatën elektorale, por mediat kanë detyrën funksionale që t'i kërkojnë t'i gjenë ato programe dhe të kenë mundësi t'ja prezantojnë publikut. Më falë, kam vëmë ndryre, Ola, më falë shumë se di që me zonë si darë, se ne i dim programet si gazetar edhe i kemi, po besoj pyetja që ndronë për gjithë qytetarët shqiptar, të cilët nuk kam se të bazohen thjesht tek fjalët e mia apo tuaja për të treguar se ky është programi dhe çdo ofrojë njëra apo tjetra parti. Ne po themi qytetarët ta kanë akses. Pastaj se ne ç'kemi thënë në orientuar tek problematika ekonomike per se, por më shumë tek batutat politike dhe programi ekonomik ka dalë në plan të dytë, kam përshtypjen gjatë kësaj fushate. Kjo është ndjesia ime. Jo, unë kam mendimin tjetër që kryefjala e tërë debatit elektoral ka qenë ekonomia, sepse në të gjithë termat që kanë dalë qoftë liderët politik, qoftë edhe analistët që kanë qenë në studio janë marrë me ekonominë, në shumicën e rasteve. Nuk janë marrë as me reformat, nuk janë marrë as me problemet e tjera politike, ku diun të angazhimeve, të bashkimeve, të grupeve të ndryshme politike, por janë marrë me taksat, janë marrë me buxhetin, janë marrë me borxhin, pra në tërësi janë marrë me tema në filli ekonomike. Dhe unë prandaj kam quajtur që kryefjala ka qenë ekonomia. Nuk besoj në këtë fushat. Mendoj se një 4 vjeçar më përpara ka qenë me të vërtet i përqendruar tek programi ekonomik, sepse kishim edhe efektet e krizës globale apo edhe një recesion apo ulje të ritmit të rritjes ekonomike dhe qytetarët shqiptar prisnin ndryshimin atë kohë. Ndërkohë që tashmë nëse shohim lajmet e para janë shkarkimet, janë ministra teknik, janë si po sulmojnë të treja forcat njëra tjetrën, kush do të bashkëqeverisë dhe me kë, a bëhet koalicion dhe me kë. Pra është zhvendosur vëmendja nga problemet ekonomike të mirëfillta. Programi ekonomik ka sjell një përplasje, madje shumë rrallë përveç emisioneve ekonomike, shohim në emisionet politike programe, debate për programet ekonomike. Për të mos thënë pastaj që për herë të parë, kam parë që në programet ekonomike nuk tregohet rruga e realizimit të tyre. Si do t'i realizosh? Minimalisht në 2013 kemi patur si nga Partia Demokratike edhe nga Partia Socialiste që tregonin rrugën se si do të hapeshin në ato kohë nga socialistët 300.000 vende pune, citohet TAP-i, fasonët, nxitja e sektorëve, fondet start-up që do t'jepte dhe do mbështeste Ministria e Ekonomisë dhe shumë gjëra të tjera. Ndërkohë që sot tek programi punësimit, i cili është i pari tek programi ekonomik i Partisë Socialiste, nuk shoh se si do hapen 220.000 vende pune, po thuhet që do të hapet 220.000 vende pune sepse rritja ekonomike pritet të jetë 5.5%, domethënë është pak utopi. Është ajo që unë po i thosha në fakt, e thash dhe unë pak më parë, nuk ka pasur një debat mirëfillt as për modelin ekonomik. Debati për taksat është më tepër populist. Unë do t'i jap kaq më pak, ju po votonin për mua se dua ul kaq më shumë, do i krijoj kaq shumë vende pune, ndërkohë që të gjithë ne e dimë që ulja e taksave është me kosto në buxhet. Nëse ke sot diku te 26% të GDP-s mbledhjen e të ardhurave, sikur të marrësh përballje mesatare të gjitha uljeve që premtojnë partitë politike, gjitha premtojnë ulje, i bie që ti të kesh një firo 4% të mbledhjeve të ardhurave. Se me çfarë do kompensohet kjo askush nuk e thot. Borxhi është në nivele maksimale, ti nuk mund ta arrisësh më dhe çdo qeveri që do dali është e detyruar të vazhdojë konsolidimin fiskal, çka do të thotë që të jetë fokus uljen e borxhit, nga ana tjetër gjitha premtojnë mbështetje për bujqësinë, mbështetje për biznesin, mbështetje për turizmin. Të gjitha kjo ty të rrit automatikisht shpenzimet, se ku do gjejmë edhe këto para, në kjo analizë ka munguar. Ajo që ne na duhet, ose besoj unë, nuk është politika taksave, ulen taksat, pra, kam përshtypjen që një konsensus i përbashkët me përjashtim të Bardhit është që kemi të bëjmë me një shikim pak empirik të problematikës ekonomike. Nuk është se mungon, por nuk është i trajtuar ashtu siç duhet, apo jo Bardhi? Do ta shikojmë historikisht të gjë. Në momentin që bëhej plani ekonomik i Partisë Socialiste në 2013, sigurisht ishte po ky plan që bëjnë sot partitë politike, të cilat në fakt nuk është se qëndrojnë shumë me këmbë në tokë ato që se kanë patur pushtetin. Ato që janë qeveri, si rregull, dinë më shumë gjëra për sa i përket mënyrës se si menaxhohet financat publike, mënyrës se si administrohen investimet e huaja, investimet e vendit e kështu me radhë. Po ta shikoni edhe në 2013, Partia Socialiste në atë kohë bëri një program që ishte shumë utopik se sa mund të mendojë në kushtet reale që kishte ekonomia e asaj periudhe. Pra duke patur parasysh qoftë fillimin e krizës në tërmërin e fundit 2008-s, qoftë edhe ecurinë apo ndikimin që patin ekonominë shqiptare deri në fund të 2013-s, kur edhe vetë ritmet e rritjes së prodhimit bruto ishin të tilla që tregonin vetëm rënje të vazhdueshme. Ne kemi nxjerrë atëherë 0,4% rritjen ekonomike, ndërkohë pas rivlerësimit me zor doli 1%. Po dhe në atë kohë projeksionet e partive politike ishin të tilla, sidomos atyre që nuk ishin në qeverisje, ishin të tilla që ishin
shumë euforike dhe shumë lartë se sa vetë të realiteti ekonomik. E njëjta gjë ndodh sot. Sot programi ekonomik i Partisë Socialiste, duke qenë se është në pushtet, sigurisht që është më me shumë, them unë, më me frena. Në këmbë në tokë, më me frena, sepse kur je brenda financave publike, kur je brenda ekonomisë, e shef se cilat janë problemet që ke dhe si duhet i menaxhosh. Ndërkohë që programet e tjera, fjala vjen qoftë edhe programi i Partisë Demokratike apo programi i Partisë Lëvizjes Socialiste për Integrim, për të mos përmendur programet e partive të tjera, të cilat realisht në gjykimin tim nuk kanë absolutisht asnjë bazë në cilën të krahasohen, sepse shiko, unë dëgjoj parti politike që thotë sot buxheti i shtetit financohet me 2.4% GDP-s, unë e financoj nesër me 5. Dhe unë i bëj pyetje, i them sa është 1% e GDP-s? Që ta shumëzoj unë këtë 2.4. E kështu me radhë. Pra, ka çështje të cilat lidhen realisht me përbojën që kanë qeverisje, veçanërisht dhe me stadin në cilën ndodhet ekonomia. Je më i përgjegjshëm. Mund të bësh program sigurisht, mund të bësh program, por duhet të dish se ku je sot. Për programin, meqense ishim te publikimi programeve ekonomike. Nesër pas nesër, dikush do vi në qeverisje, PS, PD, DSI, cila qoftë. Populli duhet ketë programin në dorë për ta kuptuar se sa e ka realizuar apo se sa do ta implementojnë në qeverisje. Kjo ishte tema që dohet hapja tani. Vuri një standard që për herë të parë ishte partia e vetme që miratoi një program në parlament. Dhe sot atë programe ke në hard copy, ke në faqen e internetit dhe kur të kesh përballë nesër pas nesër votuesin, ai të thotë pse e realizove këtë, pse nuk e realizove, sepse ishte një program i miratuar me votat e deputetëve zgjedhur. Enjo, pikërisht doja ta vazhdoja pak më tej. Kam përshtypjen që dhe ju të gjithë jeni me eksperiencë dhe keni kaluar disa fushata elektorale. Zakonisht, kjo periudhë, pra periudha e fushatave elektorale, sidomos për median, ndihmon në analizën e një cikli, pra mbyllet e një cikli 4 vjeçar. Kam përshtypjen që edhe këtu, sidomos Partia Socialiste dhe LSI-a arritën që ta anashkalojnë një lloj llogaridhënie për atë çka kanë bërë këto 4 vjet. Ti ke edhe emisionin tënd drejton dhe një departament të tërë informacioni. Nuk e di, ke edhe ti këtë ndjesi? Po tani unë do ta nis nga vetja pas së redaksia. Unë tentova në të gjithë këtë muaj që të intervistoja 3 liderët e partive më të mëdha me thellësisht dëshirën për të folur vetëm për ekonominë. Vetëm për atë. Pa u futur në shifra ekstremisht vështira, por me idenë që do flasim vetëm për këtë çështje. Mënyrat se si do të arrijë ato që propozon apo premton çdo parti. Ishte e pamundur. Jo duke e refuzuar, por duke vazhduar me emisionet humoristike, batutat apo me shtjellime kryesisht makroekonomike pa më shpjeguar mua se si do ta arrihet ajo që do të që po thoshte edhe Ola. Kjo ishte për çështjen personale dhe për një intervistë drejt për drejt që flet vetëm për ekonominë. Pastaj, ke çështja e ndjekjes së informacionit. Llogaridhënia që japin partitë politike njerëzve është në fund ditës këtë dita e zgjedhjeve, aty ku ata votojnë. Nëse njerëzit nuk ndihen të aftë kuptojnë se partitë janë përmbushur propozimet kanë bërë punët apo jo, në këtë moment i media. Dhe në fakt kemi pasur disa intervista që kanë ndihmuar në këtë drejtim. Po kryesisht shkojnë në parti në pushtet, sepse sigurisht, ata duhet të japin llogari. Partia në pushtet. Për sa i përket opozitës duhet të tregojë ofertë. Këto kanë ndodhur fal medias dhe fal disa gazetarëve dhe mundësive të tyre për të intervistuar drejt për drejt, ata kanë dhënë llogari. Edhe këtu e kanë bërë, edhe në këtë studio. Por llogaridhënie e njërës palë të ndarë nga tjetra është një gjysmë llogaridhënie që unë nuk mund ta pra mungoj ballafaqimi do të thuash. Jo, mungoj ndarja, ishte ndërmjet Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, një tentativë për të hedhur fajin dhe vazhdon të jetë një tentativë për të hedhur fajin njëra tjetrës. Dhe kjo e shkëputi vëmendjen nga analiza e performancës qeveritare. Nuk mendojnë ata se e shkëputi, se njerëzit po ata janë, po ato pyetje kanë, gazetarët njësoj dhe mediat njësoj. Tentativa e tyre për ta dënuar njëri tjetrin për fajet e qeverisjes, mendojnë ata se i ndihmoi që mos japin llogaridhënie. Dhe në fakt në publik ato llogaridhënie që ne prisnin për gjatë gjithë këtij muaji nuk e morën. Por, nga ana tjetër, problemi që ndronte edhe me Partinë Demokratike, e cila në një moment vendosi që të ndryshojë retorikën politike. Mbas marrëveshjes së 17 majit, retorika politike ndryshoi. Nuk kishim, se për shembull po ta kujtoni gjatë gjithë 5 muajorit parë të 2017-s, është përmendur pothuajse zero taksa, oferta fiskale, 9%, programi ekonomik i Partisë Demokratike. Ka qenë totalisht një retorik tjetër. Mua,
për të matur ofertën e opozitës, me qenë se duhet të kërkoj llogarit e pushtetit, duhet të shoh ofertën e opozitës. Mua më bëhet shumë e vështirë që të kuptoj nëse janë pikat e ofertës ato që janë thënë këto 5 muajt e parë të vitit, apo janë pikat e ofertës këto që janë thënë muajin e 6. Kështu që o do t'i bashkoj, o do t'i ndaj fare dhe do mundohem të shoh 2 oferta, apo pa ditur se cila do të aplikohet. Dhe shto këtu edhe paqartësinë e madhe të koalicionit të ardhshëm, apo të partisë qeverisë vetme të ardhshme, e bën implementimin e programeve që nuk ekzistojnë akoma më të vështirë. Ola. Për të mos folur shumë për programet se sa të vështira janë, do doja në fakt që tema të fokusoj edhe tek ajo që çfarë nuk i prezantohet qytetarëve se do bëhet. Pra, për shembull, qeveria e re, qeveria aktuale, nëse vjen në pushtet, ka një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar që do të rikonceptojë edhe një herë taksën e pronës. Kjo mungon në program dhe është e paqartë për publikun. Dhe në vendet e tjera, përpara se të thuash unë do të ul taksat, do shtoj subvencionet në bujqësi, do bëj shumë gjëra të tjera, qytetari përpara se të votoj pyet çfarë shërbimesh publike do më heqësh. Se një gjë, buxheti nuk mund të rritet me shkopin magjik. E dëgjuam këtë në 2013 kur thanë që në sajt të formalizimit ne do të arrijmë të realizojmë taksat, do të prishim koncesionet, do të përballojmë edhe faturat e arbitrazhit, do shtrojmë rrugët ku janë tani. Pikërisht. Dhe pikërisht kjo i bie që është pak utopike. Më mirë të ketë një program i cili të thotë që unë do bëj 1, 2, 3, vetëm këto të treja, dhe qytetari t'i besoj, se sa të jetë një program i cili të premtoj shumë edhe mos të besoj askush. Lola, si e shikon këtë? Pikërisht këtë element sepse është i rëndësishëm dhe ka patur qendër graviteti goxha të fortë gjatë periudhës së shtjellimit të fushatës elektorale. Rikthehemi tek ajo që nuk ka pasur vërtet një debat mirëfilltazi ekonomik, ka pasur premtime populiste, premtime vetëm për të joshur çdo qytetar që të votojë. Por realisht të gjithë ne e dimë, pak ne si gazetar ekonomie dhe që merremi e kemi punën tonë të përditshme, që çdo qeveri që do dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit, është shprehur edhe në studion tim, me gjitha qeveritë e kanë pranuar që jemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Mbaroi marrëveshja e parë që pati qeveria Rama, e çfarëdo lloj forme që të jetë marrëveshja tjetër me FMN-n, e ngjashme me ato të 3 vjeçarit kaluar, apo dhe një formë si ajo e mandatit të dytë të qeverisë Berisha, që ishte diçka le të themi këshilluese, sërish disa hapa qeveria shqiptare do t'i ndërmarrë. Dhe një prej tyre është taksa e pronës që tha Ola. Është drafti i hartuar nga FMN-ja, është marrëveshje nis në tetor, i ke gjithë raportet të Moody's. Do të thashim se ta vinin se nuk është se do bëjnë dot gjë, atë do aplikojnë edhe aq. Por ajo është një ajo është një kosto shtesë që do ta paguajnë të gjithë ne. Po ato që do rriten nuk thuhen, ato që do ulen dhe në fakt nuk do ulen, ato thuhen. Ajo që është ironia paradoksi. Nuk bëhet pra një debat mirëfilltazi ekonomik. Kjo është ajo rikthehemi në çështjen që ne nuk dimë, ne thjesht bëjmë premtime elektorale dhe është edhe për atë që tha Bardhi në fillim, për prezantimin që bëri Partia Demokratike me ekipin e gjerman. E ka bërë me biznesin, e ka bërë me gazetarët e ekonomisë. Ka qenë një fundjavë ku të gjithë ne kemi qenë të ftuar me ekipin gjerman, ku na kanë pyetur, kanë marrë përshtypjet tona, por ama në finale ne pam të artikuluar vetëm atë që deklaroi lideri Basha në Çadër, ulja të VSH-s 15%, taksa e shesh 9%, një paketë sociale ku të riktheshin 40.000 familje të larguara nga skema të riktheshin, t'ju paguaj energjia elektrike dhe konsumin 300 kWh, t'ju paguaj fatura e ujit, të rritja e pensionit dhe pagës minimale. Kjo është ajo, por ama të shkruar që ti ta shihje sepse dhe të shoqëruar me një faturë financiare që do ta bënte shumë më serioze dhe më të besueshme. Unë dhe në studio, kur i kam pasur të gjithë antarët, madje unë preferova të bëja një përballje të tillë kësaj radhe, që merrja hartuesit e programe, mirëfilltazi, nuk më duheshin figura shumë dhe ata që realisht kishin dhënë firmën dhe kishin dhënë idet, dhe kishin punuar për ato programe me grupet e interesit, do të thotë ekspert dhe biznese, të cilët ishin në fokus të programeve që prezantonte secila palë. Dhe ajo që ndodhte ishte që vetë hartuesit e programeve nuk dinin të t'jepnin. Partia Demokratike nuk përfunduan duke thënë nuk e dim, do ta bëjmë një rulin e të VSH-s. Ashtu si partia graduale nuk dinin. Të njëjtën gjë dinte të thoshte LSI-ja, të njëjtën gjë thoshte Partia Socialiste. Çka mua më lë të kuptoj që mirëfilltazi ti nuk ka një program për ta bërë këtë. Bardhi? Sa i përket pjesës taksas pronës, unë duhet të garantoj kolegët që
projekti kadastër fiskal është i gatshëm Ministrit Financave dhe pavarësisht se cila parti e ka prezantuar, ai pret vetëm thjesht tenderimin, sepse është i kopsitur, përfundimisht pret i vendim qeverie. Lidhur me çështjet e tjera që kanë të bëjnë, nëse ne duhet të dimë shumë apo duhet të dimë më pak se sa fton vetë partitë politike programet e tyre, njësia e programeve tematike dhe lajme në televizionin shqiptar bën një zgjidhje tjetër. Jashtë çdo tematike, jashtë çdo programimi që kemi patur, ne organizuam 3 emisione të veçanta speciale në të cilët prezantuam në emisionin e parë tërësinë e problemeve ekonomike që trajtonin 2 partitë kryesore, në emisionin e dytë të morëm vetëm me turizmin dhe në emisionin e tretë të morëm vetëm me bujqësinë. Pra, i veçuam të gjitha këto aspekte që na u dukën ne që ishin më të rëndësishme për t'ia transmetuar publikut shqiptar, atij që ndjek radio televizionin shqiptar. Kështu që të gjitha argumentat që patën palët politike, ekspertët e tyre, nga 2 partitë të mëdha deri tek 6 partitë e tjera që ishin në emisionin e tretë që kishte të bënte me bujqësinë, u elaboruan pikërisht në një transmetim të drejtë për drejtë që shkon 1 orë gjysmë 2 orë. Dhe nuk mbetëm tek kjo pjesa kryesore që themi ne që dakord partitë politike kanë programe të shkruara, dikush mund të çekojë dhe të gjykojnë për programet e tyre. Shiko, në 25 vitet e fundit në Shqipëri duhet të dini një gjë dhe ne jemi qytetarë të këtij vendi. Mos mendoni se votuesit janë të tillë në Shqipëri, ende nuk arritur ai stat ku të nisemi. Këtu doja të nuk ka qenë ai stat, por nuk mund të themi që s'ka arritur. Po çike vështirë të bëjë dhe me dorëzohemi ne. Meqense nuk na prezantuan programin ekonomik ata, ne s'morëm vesh asgjë. Këtu votohet me parti. Nuk them që s'do votoj. Me grupe. Nuk them që nuk do votoj. Biznesi nuk voton kështu. Çështja e promovimit ekonomik të partive është e mirë për ne. Ne na jep spacje dhe mundësi të mëdha që të kemi mundësi të organizojmë programe, emisione dhe të marrim intervista, sepse ne e teçojmë pikërisht atë pjesë të padukshme të programeve të tyre ekonomike, po kaq është sepse publiku ka të tjera kërkesa, publiku në përgjithësi. Dhe jo pikërisht ky është një element që unë doja ta publiku kërkesën të ketë më pak taksa. Pikërisht, ju mendoni, dhe është një pyetje për të 4 panelistët, ju mendoni që ende votuesi shqiptar do vazhdoj të votoj thjesht nga këndvështrimi ideologjik, nga politika i induktuar prej saj, apo ekzistonte dhe teza sipas së cilës, duke qenë se ka një lloj maturimi, ka një lloj edukimi, njeriu do të votonte edhe duke gjykuar në bazë të programit ekonomik të secilës forcë në fundit për të tatuar se cila forcë i ofron më shumë parat në xhepin e tij. A doriteshin pagat, doriteshin pensionet, çështja e dimensionit social, rritja ekonomike. Doriteshin pagat, pensionet dhe ulen taksat, gjitha e thonë. Dakor. Jo, u rritën pagat vitin e fundit përpara se të bëheshin zgjedhje. Vetë politika beson që programi ekonomik ndikonte votuesi, sepse e ke faktin që prandaj që votuesi mendon edhe për xhepin e tij në radhë të parë, mendon edhe për energjinë elektrike, mendon edhe për aksesin në shërbimet publike. Mund ta bëjmë një matje. Kemi rastin e Tiranës për shembull që shumë të djathtë më përpara votonin si kryetar bashkie Edi Ramën sepse merrnin akses në shërbimet publike. Jo, pyetja ime është akoma dhe më konkrete. Arrin një votues jo intensiv në ndjekjen e politikës, në të kuptuarit që një forcë politike më ofron këto kushte, më ofron këtë ofertë dhe unë prej saj përfitoj kaq. Nga kjo parti tjetër oferta është e tillë dhe unë përfitoj kaq. Pra kjo nuk u arrit të realizoj edhe në këto zgjedhje, nuk e di enjë. Ne kemi lidh vetëm. Ndjeshmëria më e madhe në këtë rast ka qenë veçanërisht në sektorin e punësimit. Në të gjitha ato intervista që kemi marrë, të gjithë njerëzit që pyeteshin, a ishin dakord me uljen e taksave, me uljen e deficitit buxhetor, me ruajtjen e sistemit e stabilitetit makroekonomik, thoshin, shikoj, janë bërë ca gjëra që ne na pëlqejnë, po sikur të kishte më shumë vende pune. Pra, elementi vetëm që binde në sy dhe që ishte më i dukshmi nga tëra tërësi programesh ekonomike të partive, për shembull punësimi ishte një gjë e veçantë që të shprehej. Po të pyesje për rritjen e pensionit, kërkesa për të rritur po. Për kërkesa për të zbatuar programin ekonomik të çdo partie politike veçanërisht sektorin e punësimit. Dhe të gjithë bënin këtë analizë. Premtoj kaq, po në fakt në vendin ton ka kaq njerëz. Shiko, t'ju them një rast për shembull. Si mund ta gjykojmë që nga 220.000 banorë që ka Korça ka vetëm 28.000 punësorë. Shikoni sa e ndjeshme është ky, dhe ky element shfaqej në Korçë për shembull, ose edhe në qytete të tjera. Pra, programet e partive politike konvergojnë pikërisht te ky element që është i prekshëm. Edhe vërtet punësimi është i prekshëm, pagat. Po e kanë të qartë korçarët se cila forcë politike do t'i ofrojë më shumë punë. Në përgjithësi ne do të votojmë pikërisht mbi bazën e saj. Ne ka thotë vetë vend qartë.
Asnjë forcë politike nuk i thot dot se kush do i ofrojë më shumë. Si hap vendet e punës Gjë tjetër që shteti. shkruan aty apo thot nëpër fjalime. Vendet e punës Një shteti. do deshëm shumë që mos t'i japë, hap siç ai, nuk jap, po domethënë edhe nëse këtu ka më shumë ndikim shteti se sa në vende të tjera, përsëri është e pamundur që ti ta masësh paraprakisht se sa vende pune do hapësh. Mund të bësh një projekcion në bazë të një politike, në bazë të një sistemi taksimi që uron të jetë joti, se nuk dihet pastaj se kush e bën qeverinë, dhe në fund nxjerr një numër, që nuk është as tyr as tion, bazë të një formule del një numër se sa do rritet punësimi. Një faktor, nëse mundem, vetëm në vazhdimsi të zërisë darëse, një faktor që kërkohet nga njerëzit është punësimi. Një faktor këtë herë që ofrohet një zëri është ulja taksat. Se nuk e di tani, jemi dakord që është era parë që janë gjithë të bindur që do i ulin gjithë taksat? Është era parë? Po, madje 2009-ën PS-ja vazhdonte ishte me taksë progresive, me taksë më të lartë se 10%. Kështu që nuk ishte bërritje. Më e lartë tani shkon meqense dividendin do e bëjmë 5%, 5 Ullet plus edhe 15, tatimi pjesëtim për 2, pagat se e larta. tatim fitimin të dividendit do ta futesh pastaj, edhe të Mirë, bie ç'është tjetër, 10%. po them çfarë fonte. Çfarë do bëj biznese? Do ulin dhe Se tatimin e tani po e pagave të përshkallëzove larta, dividendin ta Po është era futesh. parë që janë gjithë dakord që do t'i ulin. Tani pse? E vetmja forcë që ka qenë për ngritje, në bazë ideologjike të sistemit taksimit, ka qenë e majta. Në 2005-ën, unë mundova ta lexoja dhe ta gjeja, zoti Sedarës mund na e kujtoj më shumë, oferta e Partisë Socialiste nuk lëvizte nga taksat që kishte dhe ishte më të larta se 10%. Kështu që dhe në atë kohë ka qenë e ndryshme oferta që vinte për çështje taksash. Tani janë gjithë dakord që ta ulin. Është populizëm. Janë gjithë dakord që me farpike do gjykuar mbi realitetin ata konkret të zhvillimit të ekonomisë, e shohin si një levë apo më të në fund rëndësishme. janë bindur që e vetmja mënyrë që ka Shqipëria për të matur me fqinjit është të ketë minimalisht taksa statale, që nuk i arrin as me oferta detajlishme, por gjithsesi ka një barazi me tregun rajonal. Unë këtë pyetje nuk e di akoma, cila është arsyeja. Janë bërë thjesht populistë dhe po thonë hajde t'i ulim taksat, se kjo nuk ndikon ke çdo ndodhi ke qeveria e ardhshme, se për shembull imagjinoni një koalicion të madh, që nuk është se s'është artikuluar, po ДПС. Njëra thot taksë progresive, tjetra thot taksë e sheshtë. Tani çfarë ndodh këtu? Kush fiton? Ka një gjë këtu. Duhet të ndajmë taksat që prekin drejt për drejt konsumatorin dhe taksat e korporatave që janë të ndryshme në vende të ndryshme. Unë gjithmonë e kundërshtoj idenë që ka edhe nga gazetarët, po edhe nga ekspertët, që të gjithë merren me taksën e korporatës. Taksa e korporatës, 15% që i tatim fitimit apo dividendi, janë një çështje që ju takon korporatave dhe bizneseve ta analizojnë dhe nuk prek shumë kategoritë për cilat po flasim. Unë ju them sot që të gjitha sondazhet që janë bërë në Shqipëri, në 8 vitet e fundit, jo në 4 vitet e fundit, nga të gjitha organizatat e biznesit, po edhe nga edhe vetë kam që pjesë organizatat e biznesit, në asnjë nga sondazhet tona nuk ka dalë problemi kryesor në Shqipëri, çështja e taksave të larta. Edhe kur tatimi fitimit nga 10 kalojnë 15%. T'ja marr me radhë, po s'dua që t'ju harxoj kohën për t'ju thënë që nga dhoma britanike para, dhoma amerikane dyta, deri tek sondazhi që bëri Business Albania në atë kohë, dhe që kishte sondazh rajonal kur përfshiheshin edhe 6 shtete të tjera të Evropës Juglindore, të Ballkanit Perëndimor. Pra nuk doli kjo arsye kryesore. Dolën sigurisht gjëra të tjera, siç ishte korrupsioni apo siç ishin miradministrimi, ishte problemi më i madh, dhe jo vetëm thjesht niveli taksës. Unë po e përjashtoj këtë sepse kjo prek një kategori të njerëzve të biznesit, të cilët sigurisht kanë të drejtën e tyre kur votojnë. E zgjedhin vetë partinë politike apo programin që votojnë. Ajo që them unë që është e dukshme dhe që është e ndjeshme dhe që prek 637.000 pensionistë apo 425.000 të punësuar, është pikërisht çështja që lidhet me taksën e punës 1. Sigurime shoqërore shëndetësore tatim mbitar personale. Kjo është taksë e punës. Ajo që prek pikërisht tatim mbitar personale, që është i problemi i madh në Shqipëri, se si do taksohet. Ne sot kemi vërtet një taksim progresiv, i cili është më i lartë në rajon. Po duhet t'ju them që ky tatim progresiv po t'ju japin tabelë do befasoheni. Se si është niveli pagave dhe si taksohen punonjësit sipas nivelit pagave. Vetëm 12 me veta janë ata që preken nga ky nivel 23%. Të tjerët janë poshtë këtij niveli. Po, pra, ajo që është e rëndësishme merr më pak se ai që e ka 300.000. Se këtë bëri Nëse taksim progresiv. do ta bëjmë këtë analizë, e bëjmë, jam i gatshëm që ja u tregoj dhe tabelën e pagave sipas nivelit. Nuk është problem taksa, nuk është problem niveli taksave. Tani me rritjen e pagave merr pastruesi më shumë se sa specialisti. Ai që është i shkolluar në arsim të lartë. Ndërsa për sistemin e taksave në tërësi, pra për ngarkesën fiskale që ka sistemi, unë përmend taksën e punës, tatim mbitar personale, kjo është pjesa që është më e prekshme dhe që kjo ka dhe numrin të madh të votuesve.
Pra, Nuk kam një qasje tjetër. në qoftë se ju më thoni mua që pensionistët që kanë sot mesatarisht pensionin kaq, nesër bëhet 250.000, sigurisht kjo është e prekshme dhe kjo është një akset i madh për të marrë vota. Në qoftë se më thoni që tatim mbitarët personale, sot është kaq dhe nesër bëhet i shesh, pra sot është 0,1323, se ky është niveli që kemi sot, sigurisht që kjo prapë është, nëse më thoni mbi tatim mbi të ardhurat personale prapë, jo thash kjo është më e rëndësishme për mua. Taksa korporatës është një taksë, unë them, në momentin që një biznes është diskutuar me biznesin e huaj, nëse biznesi juaj e ka 15% këtu dhe ka 23% në Itali, apo 25% në Kroaci, apo 25% në Greqi, diferenca e taksës paguhet aty. Italiani që punon në Shqipëri paguan 15% aty fitim, 8% që ne paguon në Itali. Si e ka aksesin edhe kostot për lëndë para, Bardhi? Pjesë nga kërkesës fiskale nuk kanë nxjerrë këtë. Jo, po them sondazhet janë të biznesit. Taksa Biznesi vetë nuk e ka nxjerrë që është ky korporatave shqetësim kryesor. Qartë po. Asnjë organizat biznesi, asnjë bashkim organizatash nuk kanë nxjerrë që problemi themelor në Shqipëri është niveli taksave. Kanë nxjerrë korrupsioni. Kanë nxjerrë është administrimi fiskal problem. Ose ndryshimi i shpeshtë, siç po thonë. Unë besoj që janë pak nga të gjithë faktorët. E para është populizmi, sepse dihet që në këtë periudhë ti po the taksat ulta, ti je më atraktiv për ata që gjën që duan të paguajnë sa më pak. Gjithë duan të paguajnë pak, gjithë duan të përfitojnë sa më shumë shërbime, gjithë duan vende pune, mundësisht gjitha kjo të bien si mrekulli nga qielli dhe gjithë paguajnë pak, për të jemi të vetëdijshëm. Kështu që populizmi nuk përjashtohet në fushata elektorale, aq më tepër kur nuk ka një debat mirëfill dhe që përgjithsisht në Shqipëri, në gjithë këto 2 dekada, 7 vite ka munguar kjo përgjegjësia për të bërë debatet mirëfillta për mbajtje premtimesh, lëshojmë premtime, pastaj shohim rrugës se çfarë ndodh. Një është populizëm, e dyta, marrim rastin që Partia Socialiste ka gjasa të mbajë një mandat të dytë. Po të shohësh tek premtimet që ka bërë, tek taksa e të ardhurave personale, thot do të ul taksën për pagat e larta nga 23% në 18%. Pse? Sepse që kur e zbatoi 4 vite më parë, kanë qenë shumë skeptik një pjesë e mirë ekspertëve, gazetarëve të ekonomistë, të cilët ju trëmbën asaj që realisht ndodhi. Duke taksuar pagat e larta, ti ke penalizuar shtresën e mesme të popullsisë. Janë pikërisht motori ekonomisë, po, e vogël për e mesme, janë motori ekonomisë. Dihet që të varfrit kanë një nivel në gjithë botën, kjo stres inkurajohet. Dhe ajo që ndodhi realisht dhe që u trëmbë është se ata me paga të larta filluan mos deklaronin, ose të bënin evazion fiskal, ose e keqja tjetër filluan të dilnin si të vetë punësuar, të hapnin bizneset përjashtueshëm mbas. Ishin këto skema të cilat të ndodhen realisht. Për sa i përket Partisë Demokratike me taksën e sheshtë 9%. Ajo pastaj, duke pasur eksperiencën e 10%-shit, luajti me efektin psikologjik. Në marketing dihet që është çmimi psikologjik, kur ti thua 9.99%. Do me thënë, dhe në këtë rast, nga 10% e lëm 9%. Me thënë, luhatja nuk ishte shumë e madhe, por efekti që bën në momentin që ti je shef dhe ti je gjon, thua vendose taksë shesh dhe është e gjitha 9%. Të shtoj një gjë të Aurora këtu me qenë. Okej, ta përfundoj dhe pjesën ndërsa. Kalojmë spotet dhe më pas televizja. Në vetëm një shifër do shtojun. Sepse me që tha. Aurora, paga 900.000 lek, 238.722 njerëz në Shqipëri. Paga mbi 1 milion lek, janë vetëm 6.180 veta, ndërsa paga mbi 2 milion apo 20 milion vjetra, janë vetëm 5.017 veta. Për 2016? Për tërë periudhën. Si të periudhën? Këta pra janë. Sa është periudhën? Në shtë vite, ma kraso 2013 me 2016. Sistemi, për jemi 2017, në sistemi fiskal. Si ka qënë 4 vite më parë? Si ka qënë, pra. Ka qënë 2017. Kjo është pjesa e njerëzve të cilët preken që nga dita që është bërë sistemi progresiv i tatimit mbi pagat. Kjo është skema. Bardhi, kjo analizë ka vlerë që ti të më thuash në 2013, sa kanë qenë të paguar me fash deri në 300.000, sa kanë qenë deri 1 milion, por ti po njeh një shifër të 2000, sa ka qenë në 2013, por nuk mund të mos. Ja pra ta thash, 238.722 njerëz. Bardhi, nuk mundet që në 4 vite të mbetet standard numri njerëzve që paguajnë me pagë. ditën Nuk është standard, se po të them 425 është totali, po t'i ndaj numrit të punësuarve sipas kategorive, sipas pagave. Po duhet totalin. Sa njerëz kanë pagat, Ministri i Financave ka një pasqyrë që thot paga 930.000, 30 deri 40, 40 50 dhe ti mbi 200.000, mbi 2 milion. Dhe këtu janë të gjithë të listuar sa janë njerëzit të cilët paguan me këtë pagë. Mbi këtë bazë bërë analizën që fola pak më parë. Sa prekem nga Bardhi, dhe unë mbi analizën e asaj që prekim çdo ditë gjithë nëse gazetar, këtë jemi duke të thënë, ai është një invazion. Këta janë ata që i kanë rrogat e larta dhe janë pak dhe përpasoj 23% që nuk kanë indikim më të popullat. Po, ky është teza. Tani pjesa tjetër poshtë. Nuk preket. Po preket se ka qeveria 4 vjet që thotë që t'jeni paguani më pak 97%.
e shqiptarëve paguajnë më pak. Pastaj pse do ta ulte nga 23 në 18% preken duke marrë më shumë para, paguar më pak marrë një taksa. pak më shumë pra mbi bazën e heqjes së asaj pjesës nga taksa shesë te taksa progresive. Bardi, pse duhet ta ulte qeveria pastaj nga 23 në 18? Çfarë ishte esenci i saj? Mua më duhet të kaloj në spotet publicitare për të rikthyer në pjesën e dytë të emisionit Përballje. Mos u largoni, vetëm pas pak. Shikues të emisionit Përballje, mirë se erdhët në pjesën e dytë të këtij emisioni. Vazhdojmë me problematikën që kanë parashtruar forcat kryesore politike për të tërhequr votuesit e tyre, gjithmonë duke u mbështetur pikërisht ke ky dimension. Enjo. Po tani se lam ke taksat. Pikërisht. Me që lam ke taksat nuk po futem ke taksat. Jo, ne po vazhdonim. Pavarësisht që ishte pushimin mes, ne po vazhdonim për taksat. Po. Tani me që thaj që nuk për të mos u futur shumë në teknikalitete. Jo, nuk duat futem ke çështje tjetër. Kemi përsëri një problem që kemi pasur për me që ju referuar raporteve ndërkombëtare, që nuk është niveli i taksave, vërtet problemi i madh është ndryshueshmëria e taksave. Prap do ndryshojnë. Apo jo? Po. Gjitha. Kushdo të fitojë. Nuk kemi këtë sistem taksimi. Kushdo qofsh ti person, qytetar, i biznesmen rural, biznesmen urban, korporat, bank, më dole aty ku doja. Biznesi madh, ti ç'të duash, ti përsëri duhet ndrosh planin tënd biznesit. Paktën parashikimin që ke bërë për 2018-ën e tutje. Ne tentuam unë dola për ta deklaruar, por për televizionin s'ka, ne tentuam që të thoshim që hajde provojmë mirë bëjmë një pakt madh. Jo vetëm që u përshëndet privatisht pafundësisht, po nuk guxoj kur njeri ta çonte më larg. As ta thoshte po hajde diskutojmë, domethënë jo me mua, po ta diskutonin me njëri tjetrin, ta jepnin si ofertë madhe. E vetmja çështje që vazhdon është problem te ne duke mbetur këtë taksat është ndryshueshmëria e tyre. Edhe këtë herë, njësoj që ishte lajmi mirë ulja e taksave, është totalisht lajmi i keq fakti që do ndryshojnë përsëri. Kështu që kjo fushat pa programe, me retorikë totalisht politike, populiste, se kisha një çështje për populiste. Tani populiste ka qenë 25 vjet. Se në botë këto 5 vitet e fundit që u bën populist patën efekt. Britania përfundoi jashtë Bashkimit Evropian, Shtetet Bashkuara zgjodhen një personazh që vetëm president nuk ishte imagjinuar. Vende të tjera vazhdojnë edhe vuajnë nga populizmi dhe gënjehen thonjza. Shqiptarët janë po ata, nuk është se është ndikuar në një populizmi madh, këtë fushat paktën. Unë nuk di të ketë ndryshuar një sasi e madhe votave që të shkojnë në varësi të premtimeve të jashtëzakonshme. Do ta shohim në datë 25 tani. Po. Megjithëse të gjithë me një kartë. Unë besoj që do kishim dalluar një detaj. Thoshim për shembull që gjithë qytetarët preferojnë që të ulet taksa nga 23% në 18%, që janë pak ata, po që gjithsesi sikur apo gjithë duan që 9% janë dakord gjithë, nuk ka njeri që është kundër 9%. Unë mendoja kështu. Ndërkohë shqiptarët vazhdojnë dhe thonë që një sekond se 9% mund ta ulësh, po pastaj çdo ndodhi me mua, vazhdojmë mbetem në një taksim më të lartë. Ne nuk vuajmë nga populizmi. Qytetarët kemi me tepri. Kemi patur gjithmonë me tepri dhe nuk është se gënjehemi. Ose kemi qenë dhe vazhdojmë gënjehemi që ditën e parë për 25 vjetësh, ose nuk gënjehemi fare. O do vazhdojmë gënjehemi ose nuk gënjehemi më fare. Ndryshueshmërinë e taksave nuk e diskuton asnjëri. Nuk e tha njëri që dëgjoj, oferta ime është në varësi të ecurisë ekonomike të këtij vendi, nivelit të rritjes, nivelit të borxhit, nivelit deficitit, të detyrimeve që ka, të shlyerjes së TVSH-s në kohë, të uljes së akcizës apo shumë çështje tjera. Nuk u mor asnjëri me këtë. U mbyll në partinë e vet, tha ofertën e vet dhe doli me programin e vet që nuk e jep, po e mbajti programin. Ne prapë kemi të ndryshueshme taksën që cila do të qoftë partia, dhe kemi akoma më shumë paqartësinë që nëse ka një koalicion, nuk dim se çfarë kompromisesh do duhet bëjnë partitë dhe cilën politikë fiskale do aplikojnë. As këtë nuk e dim. Unë do thosha diçka tjetër në fakt,
për ndihmuar tek pjesa e biznesit, ndjes Ola. Për shembull, më ka bërë Kjo është çështja që duhet ta më ka bërë çudi një element. Para disa javësh kanë dalë të gjitha shoqatat kryesore të biznesit, dolën me një deklaratë për çështjet kryesore që i shqetësoni. Dhe që normalisht çdo parti e përgjegjshme që është shqetësuar për ekonominë, duhet të kishte një reflektim apo të bënte një bisedë. Dhe unë kam vënë në studio kur i kam vendosur përballë me grupet e biznesit, partitë as nuk e kishin lexuar. Dhe thoshim se ku është ne mundim që me kjo ishte shumë shqetësuese që nuk reflektonin kur ata ngrinin realisht korporatat dhe bizneset më të mëdha në vend, që evidentonin 4-5 fakti ishte një problem, ishte të ketë drejtë Aurora, ishte problem shumë i madh i biznesit, i cili ishte me performancën e vet më të dobët në pasqyrimin që duhet i bënte të gjithë ofertave që do t'i tregonte partive politike, sepse pika e parë që kërkonte biznesi ishte kërkonte një ministri ta drejtonte vet. Ky është një ata e madhe në Shqipëri, unë nuk e di se ku i gjeti biznesi. Nuk i përgjafuan gjithë pikat. Jam dakord me Enën që thotë që ndryshmëria ose dinamika e ndryshimit të sistemit fiskal është jashtëzakonisht e tmerrshme në Shqipëri. Unë ju thash, 78 herë kishte ndryshuar vetëm TVSH-ja përpara se të bëhej ligjëri, po pak rrezikase të gjithë taksat kanë ndryshuar. Ajo që është e rëndësishme tani është që partia apo koalicioni që do marrë qeverisjen duhet të ketë një program të vetin dhe në program duhet parë se çka ka lëviz se çka s'ka lëviz. Të gjitha projekcionet që jepen në fushat elektorale për mua janë jo realiste, disa herë tërësisht parealizueshme dhe sigurisht që nuk përfaqësojnë gjendjen aktuale të ekonomisë së vendi. Çdo premtim që është dhënë sot pa përjashtim të 3 partitë kryesore dhe 8 partitë e tjera që janë pas tyre, nuk ka shansin të realizohet 100% se ç'është në program. Dhe është e njohur që projekcionet e programeve elektorale nuk realizohen kur 100%. Si janë realizuar asnjëherë në Shqipëri, nuk janë realizuar as në botë, s'ka si të realizohen në Shqipëri. Kështu që ne duhet të shikojmë pjesën racionale në fakt të gjitha programeve dhe të pjesa racionale të biznesit. Unë jam plotësisht dakord që ka tendenca të mira për të stimuluar sektor të veçantë. Ti duhet të shikosh cilat janë prioritetet. Ajo që është e rëndësishme për biznesin thash nuk ka të bëjë me taksën, ka të bëjë me strukturën e ekonomisë një. Ka të bëjë me strategjitë që ndiqen për çështjet e veçanta. Cili është sektori prioritar? Ne sot e kësaj dite kemi 25 vjet nuk e dim. Ne themi gjithmonë kemi dy, po nuk kemi dy. Po si stimulon? Ato dy që ke si stimulon me politika incentivuese, politika lehtësuese, si stimulon dot, si stimulon me buxhet. Nëse thua që kam turizmin prioritar, nëse do të shikosh historikun e financimit nga buxheti i turizmit do befasohesh. Para sa vitesh që kërkova me disa dëna për turizmin, jam befasuar kur Agjencia Kryesore e Turizmit e kishte buxhetin $600.000. $600.000 është barabar me një panair. Nuk del bile para për një panair. Mendoni tani si do ta stimuloj në këtë kohë ta stimulojë biznesit atë turizmit. Edhe shumë faktorë të tjerë që lidhen sigurisht. Në fakt ne i dëgjojmë shpesh ekspertët edhe institucionet e pavarura që thonë reforma strukturore dhe na duket pak si fjalë e madhe. Po çfarë janë reformat strukturore? Janë strategji që të çojnë për të ndjekur politikat e duhura që të arrish një qëllim. Dhe nuk realizohet as me uljen e taksave, sepse këtë nuk e bën dot. Për shembull, kujt ja priste mendja që do uleshin çmimet e mineraleve në botë edhe ty detyrohesh të stimuloje sektorin minerar, që mos dështonte që ti që të vëshon, se kishte as në program këtë fare. Partia Socialiste, por u detyrua ta bënte. Këto janë gjëra që nuk i parashikojnë dhe bie dakord me kolegët. Ke si qëllim punësimin. Kush t'i hap ty vendet e punës? Vendet e punës t'i hapin bizneset. Sa kapital ka biznesi në Shqipëri, i cili duhet nxitur. Tjetër, kush t'i hap vendet e punës? Bizneset e huaja, investimet e huaja, duhet t'jesh më konkurrues në rajon dhe duhet t'i japësh mesazhe që mendoj si element shumë të mirë të programit që kanë të dyja forcat si PS dhe PD që është reforma në drejtësi. Pra t'japim besueshmëri te gjyqësori. Kjo është reformë strukturore dhe këtu jam dakord me atë që kanë shpalosur. CLSI nuk e ka? Duhet ta ketë. Po pra, po them për ato që kanë uroj ta ketë në bazë të rezultateve 2015-2018. Po e ka votuar, pse s'e ka? Duke qenë se edhe LSI ndjes që nuk e mora në konsiderat që ta përmendja. Dhe kjo po që është një reformë strukturore. Tjetër, çfarë është? Është klima e biznesit. Është sjellja e tatimeve me biznesin. Për shembull, në vendet në Angli, për shembull, nëse hap një biznes të ri ose në Suedi je 3 vjet i përjashtuar nga taksat. Tu sot një biznes i ri të hapet, biznes i vogël i cili mban frymën gjallë dhe të hapet në mëngjes në darkë kanë tatimorët aty. Po. Ndoshta edhe me gjob. Ndoshta edhe me gjob. Ka dhe gjoba. Por në fakt ato duhet ta lësh të lirë sepse ai minimalisht ty nuk të merr ndihmën ekonomike.
Po, unë nuk e di. Por unë do thosha këtë që... Se kjo është që ke vështirë kështu për ta pranuar tani, se ju thoni ka dhe Unë gjoba. nuk e shikoj biznes... Ka një sistem që... Ka një sistem... Ka një sistem që i raporton gjobat. Te pasqyrat fiskale të qeverisë janë disa kolona, disa treguesna të cilat pasqyrojnë të gjithë elementet që mblidhen në buxhet, tyrat fiskale. Dhe te zëri gjoba, duhet ta shikoni e keni zero. Tani këtë duhet ta shpjegoni, ata që flasin duhet ta shpjegojnë pse zero. Edhe pse ka reklamë. Edhe pse ka reklamë. Te zëri gjoba, tani më qenë se më replikoj, mund ta replikoj. Te zëri gjoba në 2016 kanë qenë 3.5 miliard. Që i bie 35 milion dollar, 34 milion dollar. Janë pak këto. E ke shumë gabim, nuk është. Po ja pra e ke të dhënat fiskale. Shkote metodologjia e të dhënat fiskale dhe lexoj cilat janë gjoba, cilat janë gjoba. Unë doja të kthesha doja ta zgjeroja pak për të fokusuar tek klima e biznesit, si promotor që mos ne duhet të bëjmë vendesi ata që ftojnë nëpër studio. Ola nuk di një gjë tjetër te zërit të tjera aty, ajo gjoba nuk ka dhëna. Ka 20 të tjera. Tani se nuk mund të themi që ka zero gjoba. Zero gjoba ka sistem. Se thot që Ola nuk di. Po si ka është mirë në biznesin shqiptar? Po duhet ta gjesh ku është ajo pjesë e gjobës, se ka dhe 20 të tjera. 6, lutem. Se po thot Ola nuk e di. Tani unë do thosha këtë tjetrën të kthemi pak te Vazhdojmë. Te faqja e parë. Atë që mos ta bëjmë tek pjesa e gjobave, tek klima e biznesit. Ideja është tek klima e biznesit dhe tek qëndrimet që kanë këto tre forca politike për ta zgjeruar, për t'i dhënë frymëmarrje. Promotori tani i zhvillimit të ekonomisë së biznesi. Shteti ka shumë pak në dorë. Ajo që mund të bëjë shteti është ta mbështesë me politika. Të gjitha qeverisë kanë thënë që kanë partner biznesin, por realisht nuk e kemi parë këtë partneritet real, sepse kjo pasaj do jepte frytet e veta në një situatë më të mirë dhe biznesit vendas, të investimeve, do gjeneronte punësime, konkurenca, ekonomia, liberalizimi i tregut, çmimet do kishim ndier të gjithë. Është efekti domino. Për mua shqetësuese, Bardhi tha që ka bërë kërkesa biznesi, kërkon dhe ministri dhe tha dhe për ironi, tha dhe për batut. Tani unë nuk din ato kërkesa që ka bërë biznesi s'pash ministri Bardhi, por të besoj ty se ke qenë pjesë e disa shoqatave të biznesit si kështu unë i referohem procedurave që kërkuan partneritetin, që kërkuan sektorët bazik, këta më shqetësojnë mua. Pastaj se kush e merr ministrinë dhe kush bën ministri, unë si gazetar nuk më intereson fare. Ajo që jam duke thënë është biznesi realisht. Po ti ke parë në një organizatë biznesi jashtë vendit që të kërkojë ministrinë e ekonomisë? O Bardhi lutem. Tani kjo është pjesë. Unë po them, po fokusohemi në tjera gjëra që në kënd vishtrimin tim. Ka për seriozitetin e biznesit. Po pra, dakor, Tash për seriozitetin e biznesit. Ti ke qenë më brenda dhe prandaj thash po të besoj ty në këtë pikë. Unë në këtë pikë nuk jam marrë me ato çështje që mua më janë dukur më të rëndësishme për të dhënë efektet e qytetarët dhe të rritja e ekonomisë. Që për mua është përmirësimi i klimës, mungesa e arbitraritetit të administratës tatimore, që mos kemi raste si ajo fushata e famshme, anti-informalitet që dha represivitet edhe bëri dhe qeverinë të rikthehej më pas të ishte taksat biznesit vogël, të lehtësonte procedurat sepse dha efektin e kundërt, pavarësisht qëllimit shumë të mirë dhe që duhej të ndërmerrej, ndërkohë që po të kishte një fushat tjetër dhe një klim tjetër bashkëpunimi mes palëve, mund të ishte bërë me zbutur dhe pa efektin të rënd psikologjik dhe faktik që u pa më pas. Dhe unë këtë klim dhe këtë partneritet nuk e kam parë realisht. Pati dhe një nisë në fillim nga qeveria Rama, u ngrit Këshilli Ekonomik Kombëtar, u pa shumë pozitive se u pa si hapi parë, por ajo që ndodhte është që flasin gjithmonë kryeministrat, kushdo qoftë ai i radhës, pavarësisht emrit, dhe biznesi thjesht rrihet gjon. Enjo, mos gaboj këtë javë apo javën e kaluar kishte Mark Crawfordin në studio? Po. Dhe vazhdimisht është ky shqetësim që doja ta merrja nga Aurora. Shoqatat e biznesit, qoftë vendase, qoftë huaja, e ngrenë intensivisht këtë problem, që nuk konsultohemi. Dhe kam përshtypjen që edhe në hartimin e programeve elektorale apo dhe qeverisë, përsëri ato nuk konsultohen. Ti ke ndjerë në një reflektim gjatë kësaj periudhe? Po, unë nëse mund ta kundërshtoj për një periudhë 2 vjeçare, këtë 25 ke shumë drejt, po 2 vjet ka tentuar në paketën fiskale, qeveria shqiptare të konsultohet. Përse ka 2 faza tani, është konsulta, është konsultimi dhe është dhe aplikimi në terren. I konsultës, edhe në politikë publike. Ësakt. Kjo qeveri ka tentuar ta bëjë konsultën, por nuk e ka përkthyer në politikë publike. Po e reflekton. Një korrigjim vogël,
kur është miratuar paketa e parë fiskale, është konsultuar vetëm me FMN-n. Kishte vullnet, nuk e di, por nuk ka patur kohë. 15-16, vetëm ato përjashtova. Pastaj gjithë pjesa tjetër e 25 viteve nuk është konsultuar. Ndoshta aplikojnë ke programi elektoral për 4 vjeçarin e ardhshëm dhe kujt dihet 9% që ulja nga 23 në 18 bile ka një tentativë për tullur tatim fitimi nga 15% në 12.5, që mund të jetë asi në mëng i Partisë Socialiste. Ka dhëna fate apo? Jo, nuk flasim Si bie 15 plus 9. Kur bëhet programi i qeverisë së re, nuk e di si arjet atje. Kur bëhet programi i qeverisë së re, atëherë do me që ju e dini kush është qeveria e re, unë nuk e di. Programi i qeverisë, po nuk e dim tani, se mund të jetë qeveria e re është kështu. Mund të jetë emocion. Qeveria e re do të ketë qeveria pas zgjedhjeve. E re. Nuk e dim ato, po ama që ka një tentativë për Partisë Socialiste për ta ulur edhe më tej atin fitimin nga 15% në 12.5 mund të jetë reflektim i konsultës. Zoti Crawford është takuar para 2 ditësh me Partinë Demokratike. Kam patur një mëngjes pune apo një takim ku më shumë u prezantua programi PD-s tek dhoma amerikane, ndoshta janë marrë dhe mendimet, por gjithsesi u prezantua u ripa programin bazë kërkesave të dhomës amerikane. Nuk ditje të konsultuar nga të paktën jo publikisht, që nuk mund pretendoj ta di, pa ama publikisht nuk është konsultuar as nga partia jo nga Partia Socialiste, sepse LSI grupi që harton dhe programin këtu e një vit e ca përpara, është marrë. E ka dëgjuar. Ndërkohë, kjo fushat vazhdon është e paqartë se a aplikohen apo jo kërkesat e biznesit. Biznesi sigurisht që do vazhdoj të thotë, se tani mos mbajmë vetëm krahun e biznesit. Biznesi sigurisht që do vazhdoj të thotë që ne nuk konsultohemi. Ne duam taksa më të ulta, duam procedura më të lehta, duam të jemi të konkurrueshëm me partnerët apo rivalet tanë në vendosqinje pse jo edhe në Europë. Kjo është një anë. Krau tjetër është qeveria apo partia politike e cila thotë unë votohem për të bërë një politikë për ndjekur një mandat dhe për ndërtuar një politikë sipas asaj që votuesit e mi më thonë apo më kërkojnë. Të dyja krahët kanë të drejtë. Mungesa e koordinimit të kërkesave të këtyre qytetarëve që në fakt përfaqësojnë biznese dhe këtyre partive që flasin emër qytetarëve, është një absurditet i madh. Si është e mundur që një komunitet biznesi dhe një parti politike nuk bien dakord kur po ku komunitet biznesi përbëhet nga qytetarë që votojnë këtë parti dhe po kjo parti bazohet për ndërtuar atë program ke zëri qytetarëve. Këto nuk e shpjegoj dot, me asnjë me askënd. Nuk e gjej dot lidhjen. Bardhi? Në vijim të kësaj që thotë Enio, biznesi ka vetëm një alternativë ligjore për sa i përket kësaj gjëje. Çështja e programeve partive politike, projeksioneve që kanë ato për biznesin apo për ekonominë në tërësi, është çështje partive që fiton apo sfiton mandatin, votën. Kurse bizneset kanë një detyrim ligjor, kanë ligjin për konsultimin publik, të cilin deri më sot asnjë biznes në 2 vitet e fundit nuk e shfrytëzon. Ligji thotë, çdo akt ligjor dhe nënligjor i qeverisë shqiptare, përpara se sa të miratohet, duhet kalojë në konsultim të hapur publik me bizneset. Unë nuk kam parë asnjë biznes që të ketë kërkuar vetëm mbi bazën e një neni të ligji, pikërisht në respektimin e këtij ligji dhe për të cilën penaliteti është shumë i lartë. Nëse biznesi e kërkon, qoftë edhe në gjykatat administrative këtë gjë e fiton. 6 muaj përpara, siç është në Itali, çdo akt ligjor në ligjor duhet i kalojë biznesit dhe atij biznesit formalizuar se sot është një tmerr i vërtet të marrësh vesh se kush është kush dhe kush bën çfarë në biznes, sepse sot ke nga 12 doma tregtie, 6 janë të falimentuara për doma publike, ke 1539 NGO të regjistruara, që nuk di fare se cilat janë, ke 13 doma tuaja tregtie, ke 4 organizata umbrell tregtie, si Business Albania, që funksionon, e tjera. Pra, e ke parasysh se ç'bëhet me këtë konsultohet qeveria dhe kujt i çoj këtë elementin që thot me drejtë Enio. Tani meqense Ola e ka merak të pjesën, tani sapo ka dalë treguesi fiskal të buxhetit konsoliduar të janar-majit 2017, se cilat janë standarde. Këto janë të thash 2016 janë bën 35 milion tabela standarde. Tani ajo që thua ti ka ndryshuar prej kohësh. Në treguesit që raporton qeveria dhe që janë tregues që kanë gjithë institucionet ndërkombëtare, raportojnë në totalin të ardhur, totalin nga ndihmat, të ardhurat tatimore, tatimet e doganat, pushteti vendor, të ardhurat nga fondet speciale, të ardhurat tatimore. Pa problem shkote, të ardhurat tatimore, 6 gjoba. Po pra, e 6 është s'ka të 6, ka vetëm të 5 që thonë të tjera. E po mirë, ke të 2017-s, kam gjithë vitin 2016 nuk ka, nuk ka, shikot, po që se do shkosh me metodologjia. Dhe kjo para prakë. Jo, nuk kam më tregues gjoba, ka të tjera. Po Ola tani. Po s'ka fare gjoba. Sepse te pjesa, po pra, te pjesa e gjobave, po ta shikosh metodologjinë, përmbledhen 6
tregus. Gjatë lloji gjoba. 6, ajo që quhet gjoba. Dhe duhet ta shikojë metodologjia Ola që te faqja e parë, në cilat thotë në këtë Z shtata, që sa shqisësh që deri te 5 mbaron tani, nuk ka që nga fundi nga shtatori vitit 2016, nuk ka më, ka vetëm treguesi 5 që është të tjera. Te të tjera janë prap 6 gjëra. Dhe gazetari duhet ta gjejë çajin ato 6 gjëra të tjera. Po mirë tani nëse që kanë vënë gjoba, për çfarë ishte kjo amnistia, më falni amnistia. Jo, s'ka lidhje me amnistin. Falja e gjoba. Po fal tani bëre të lutem na shpjegoj këtë. Shirja e detyrimeve. Ka gjoba në këtë vend? Jo, më jo. Po na shpjegoj pra ndaj, dakor. Do të thotë që pesha e tyre. Kë quan gjoba? Ku futen? Unë quaj gjoba atë biznes i cili nuk deklaron faturën tatimore. Po, me i vjet gjob. Po. Ky është detyrim pra. Ke një detyrim pa paguar. Jo, detyrim pa paguar, po bëj shkeljet ligjit. Gjob të vjet ku shkel ligjin, po pra. Po shkel ligjin. Në qoftë se ti do shikosh. Gjob pra ose penalitet ose çfarë të duash, po gjob është. Po them se raportohet tash. Por që mund ta tolerosh dhe nuk i shkohet thashë në fillim. Po s'ka tolerim në gjob, s'u toleroj të gjoba. Kam përshtypjen që janë dy qasje të ndryshme për një gjë që është i kanë vënë gjob sepse nuk ke letër fature tatimore nëse ty të prishet kasa. Çfarë do bësh e thanë? Nëse mua më prishet kasa, do mbyll dyqanin. Si thot vendimi i gjob 3 muaj biznesi hapur. 3 muaj ligji thotë që nuk i vihet gjob, ose mund t'i vesh gjob nga zero është në dorën e inspektorit. Po si thot vendimi i shit ministrit se ka vendi për këtë punë? Po, vendimi i dorën e inspektorit pra. Si që ka dorën e inspektorit. Si pas ka dorën e inspektorit zbaton ligjin. Inspektori zbaton një detyrim, një akt ligjor. Po pra po. Ku ka gjob jashtë ligjit? Nëse i ve ose nëse nuk i ve. Cili inspektor është i guximshëm që të vini Kam përshtypjen se duhet ta kapërcejmë këtë element për të kaluar tek sërish tek ajo që unë shikoja këtë edhe në pozicion e gazetarit, edhe në pozicion ka qenë kur kam qenë në qeveri, që në përgjithësi tentohet të shkojë deri tek kësaj. Niveli i gjobave dhe raportohet, siç raportohet sot numri i kompanive të cilat janë me pafsi paguese. Numri sot dje i 17.000 veta. Ka qenë 6.000, u bën 9.000, 17.000 biznese sot kanë pafsi paguese. Kjo listë është e detyrueshme me ligjin e kodin e procedurës tatimore, është e detyrueshme të jetë online në faqen e drejtorisë përgjithshme tatimeve. Pse? Sepse nesër shkon Franko dhe Bardhi dhe do të bëj biznes me biznesin e Olës. Dhe nuk e di fare që kjo është kjo lista që spagon detyrimet. Ky është detyrimi që thotë kodi i procedurës tatimore do ta afishosh emrin e Olës sepse nuk ka respektuar ligjin e procedurës, s'ka paguar detyrimet. Në momentin që Ola i paguan detyrimet, i fshihet në mënyrë automatike emri nga lista. Ky është detyrimi i gjob. Ola biznesmenët. Ola i paguan detyrimin. Po i paguan s'ka gjob, s'ka si detyrim. Ka lidhje me listën më Bardhi, po tani të thotë. Ti vesh aty se s'ka letër tatimore, edhe armë me 80 milionë dollar borxhe ta lesh aty të punoj, e mos i bësh asgjë. Kam përshtypjen për ta tejkaluar këtë element dhe për të mbetur edhe pak tek elementet që disponon shteti për t'i dhënë një shtys të re biznesit privat. Nga këto programe që keni që janë diskutuar nëpër studiot tuaja, çfarë ju ka bërë përshtypje një? Çfarë do desha unë të dëgjoja apo çfarë thon ata tani? Cila është oferta atyre dhe si gjykon ti ata? Oferta është detajuar, të paktën me ato sa kemi, mbi tentativën dhe dëshirën e madhe të forcës politike për të lehtësuar ambientin e të bërit biznes. Me efekt të madh ke ulja taksa. Të duket realiste si qasje, apo është qasje populiste dhe ajo? Qasja që shkruhet aty... Gjithmonë, në faqe ndërpres, gjithmonë në raport me realitetin. Ashtu si që shohim dhe si që sheh. Pra, këtë doja që të bëje një lloj paralelizmi. Të tre forcat e mëdha politike, apo dy forcat e mëdha dhe LSI, kanë qasjen realiste për të lehtësuar biznesin. Ajo që ata nuk kanë, janë pasojat. Më konkretisht? Po, më konkretisht, vazhdoj të ri për të mos u futur thellë në ekonomi, ulja e taksave ka ulje të të ardhurave. Se e tha në mos gaboj dhe Ola në fillim, nëse ti do mullesh taksat, parimisht, si pas shkollës perëndimore të ekonomisë, do më ullesh një shërbim, apo do më heqësh një shërbim. Është e pamundur që shteti të jetë aq eficient sa të marrë më pak lek dhe të japit të njëjtin shërbim. Është përkundrazi, zakonisht do dhe kundër, ta jep një shërbim më pak cilësor se privati dhe e ka koston më të lartë për atë shërbim. Kështu që qasja është shumë e mirë. Të tre kanë qasje shumë mirë, do ulim taksa, do lehtësojmë ambientin e të bërit biznes. Qeveria Rama e tanishme arriti deri aty sa lehtësoi edhe procedurat tatimore. E kanë qasjen shumë mirë, po pasojat në mënyrë që edhe politika publike mos kthehet mbrapsht apo të mbetet mes rrugës, apo të jetë jo efektive. O nuk i masin o nuk duan t'i masin. Këtë nuk e di tani për momentin.
Okej, Auror, të ndalim edhe tek një element kam përshtypjen brenda kuadrit që po diskutojmë me efikasitetin e sistemit tatimor dhe të doganave. Dy elemente kyçe për sa i përket mbledhjes të ardhurave, nuk e di, në qasjet e tyre, përtej retorikës, kam përshtypjen që mund të thuhet që nuk është se kanë patur sukses në efikasitet këto dy elemente jetësor të shtetit, apo jo? Për vitin 2017 kemi realizim të ardhurave, gjë që është lajm i mirë. Ka stabilitet financave, sepse nuk kemi ata prerit e shiritave elektorale dhe kjo është lajm shumë i mirë, sepse ndodhë të gjithë kemi parë që sa ka pas vitet zgjedhore, në qershor mbaronte 80-85% të buxhetit, qeveria që vinte gjendej pa para në ark, kishte detyruar të merrte borxh që të vazhdonte funksionimin normal. Kjo gjë nuk i bën mirë asnjë, nuk i bën mirë vendit, nuk i bën mirë buxhetit, nuk i bën mirë askujt. Edhe pse në fundit do thotë dikush që para jep oksigjen ekonomisë në atë periudhë dhe mund të duket si lehtësuese, le të themi, për krimin e vendeve të punës. Në këndvështrimin tim nuk është gjë e mirë që nuk ka ndodhur këtë vit. Kam parë realizim të ardhurave, më pata një intervistë me drejtoreshën përgjithshme të doganave 2 ditë më parë dhe zonja Belinda Ekonomi kishte 8 muaj që është në këtë detyrë dhe u kënaqa që mora dhe intervistën e saj të parë dhe patëm mundësi që ta diskutojmë. Në emision e po miq, nga e dyta në emision, e para në emision. Dy ajo është brenda, kështu që po. Dhe ideja është që kronika është kronikë, emisioni. Në emision ishte dalja e parë. Dhe ne diskutuam gjerësisht për sa i përket edhe planit të ardhurave se si po realizoi, pasi di që dogana në që ku ne si gazetar bënim krahasimet në vitin 2014, 2015, 2016, di realizonin tatimet, nuk e realizonin dogana, shpesh ishte dhe debati ndërmjet dy administratave që nuk e realizonin dogana, të rritej plani tatimeve, një periudhë kohë pati dhe konflikte, u detyrojnë të futej Ministria e Financave në mes, me një klimë e përgjithshme që biznesit në finale nuk është se i shërbente, sepse duhet kuptojmë dhe një gjë, administrata fiskale vërtet ka për detyrë të mbledhë të ardhurat në buxhet, po ka për detyrë dhe të japi shërbim biznesit. Do me thënë duhet parë të dyja këto element për të folur për efikasitet. Në këtë drejtim, unë e kam parë mirë, le të themi, administratën fiskale i gjatë kësaj periudhe. Edhe ky frika një presioni që zakonisht ndodh para viteve zgjedhore që mund të kurren, të ulin presionin e punës, të bën tolerant me ide shkrehje. Po ja, nuk kam gjoba, nuk kam gjoba, nuk zero gjoba. Edhe kjo gjë unë nuk e kam konstatuar me aq sa kam parë apo me aq sa kam biseduar si me përfaqësues të administratës, ashtu edhe me përfaqësues të biznesit. Dhe ky gjithashtu është një lajm i mirë se në një farë mënyrë tregon që vazhdon ritmi normal. Ka dhe një lloj konsolidimi dhe ajo që ne të gjithë urojmë është të paktën pjesa e administratës të jetë profesioniste dhe pavarësisht gjithmonë akuzave fakti që një pjesë është depolitizuar fatkeqësisht, shpresojmë që të shërohemi nga kjo lloj sëmundje pasi punojnë profesionalizmi vetet për të dhënë shërbim njerëzve. Dhe kjo besoj një administratë e tillë na shërbente të gjithë. Okej, Ola, si programet politike? Atëherë, për programin e PD-s dua vetëm të them 2 shifra. Nëse ulet tatimi mbi vlerën e shtuar, bëhet 15% nga 20%, buxhetit i mungojnë $350 milion. Që janë barabarta me ndihmën që jep FMN. Po edha për 3 vite FMN-ja. $350 milion në vit. Në vit, pikërisht pra. Kredia 3 vjeçar, borxhi 3 vjeçar. Si do t'i gjej këto para? Heqim këto pjesë. Po pra, e zëm se e hoqë këtë. Punë të vështirë. Çfarë ndodh inflacionit? Çfarë ndodh inflacionit i cili me zor po kthehet në tagrin e bankës së stagflacion vazhdon. Sa i shërben rritjes ekonomike, se në rregull të shton konsumin, por nëse ty të shtohet konsumi, të jepet efekti kundërt e çmimet e mallrave, të bien të gjitha përmbys, çfarë ndodh politikës monetare pastaj të Bankës së Shqipërisë? Besoj që duhet jenë të koordinuara, nuk është vetëm një element. Sigur që Partia Demokratike pasi ka dëgjuar të fjalën do vendosi që ta bëj uljen graduale me 1.25% për 4 vjet. Jo, besoj, Ola, besoj se tre koncepte ekonomike, tre shifra, ti marrësh ti llogaritësh. Si është ekonomia shqiptare sot? Po sikur ta ulesh me 1.25% do ulje TVSH, nuk ulet TVSH-ja. Ola, unë jam dakord me ty që TVSH-ja kërkon një e para është taksa që garanton 40% të ardhurat në buxhet dhe impakti shumë i madh, e dyta edhe për shkallëzimi ka probleme me administrimin pasi dihet se sa e dobët është fatkeqësisht administrata dhe nuk kërkon një administrim shumë të mirë dhe se të rezulton evazion. Dhe mbajmë në debati i parë, nuk e di nëse ka qenë në 97 në Bardhi, kohën e Arben Malek, kur diskutuan atë kohë pas piramidave që duhet
diskutoj të vëshëja, të përshkallëzoj, atëherë u bë debat i madh për të ulej. Dhe të gjitha forcat politike patën një marrëveshje të fshehtë që të vëshëja ishte vetëm një takë e cila për probleme të ndikimit që ishte në buxhet dhe problemit të administrimit nuk prekej. Jo, kjo nuk është përshkallëzim, është 15%. Dakor, por edhe vetëm që thjesht ul fatur buxhet. Dakor, pra prandaj të thash, është taksa që mban 40% të taksave. Dhe Partia Demokratike, kur unë pata përfaqësuesit e saj, artuesit e programit dhe u bërë atë njëjtën argument, për këtë gjë arritën konkluzionin të më shpjegonin që po ne nuk e kemi thënë që do ta bëjmë vitin e parë, vitin e dytë apo vitin e tretë. Ne do shohim mirë se do vjen të ardhurat, se do vjen masat e tjera dhe pastaj. Nuk kanë për ta bërë fare, kishte në program Partia Socialiste 6%. Ku ndërmerret një lehtësi shihet edhe në politika shoqërore. Kishte zero për sportin 6% të vëshën e energjisë se bëri. Ulet me njëherë. Rriti pagat si kishte. Nëse programet e partive politike të 2017-s, 3 kryesoreve dhe një 6 dytësoreve, do të përfshiheshin në një program ekonomik qeverisës, do të thoshim Greqia ishte lule përpara Shqipërisë. Sepse këto programe tjetërsojnë stabilitetin makroekonomik të vendit, i bastardojnë financat publike të Shqipërisë, eliminojnë të gjitha incentivat që ka sot ekonomia shqiptare për ritme më të larta rritje, sepse nëse të gjitha partitë politike propozojnë nga 3.4 apo 3.8% që do dalë në 5.5%, rritjen ekonomike. Është pa mundur që rritjet ekonomike të vinë si rezultat i incentivave të tilla që vinë nga ulja e taksave. Ka një kurbë që e njohin shumë mirë ekonomistët, aferi që thotë deri ku mund të ulet taksa dhe çfarë ndodh më pas uljes taksës, që nëse duam që të kemi ekonominë stabile dhe kjo ekonomi të ketë dinamikën e rritjes siç e ka patur nga viti 2013, nga 1% në 2.3, 2.8, 3.4, 3.8, po që se deri në fund vitit, detyrimisht duhet të mbajmë stabilitetin. Po, më falë bardhe, në këtë kontekst, a është vazhdimësia e politikave publike të qeverisë kryesisht Partisë Socialiste që nuk e shkakton këtë skenar të keq? Po e keni ndjekur intervistën e kryeministrit në Zërin e Amerikës, deklaroi që nuk do të ketë ndryshim të taksave në 4 vjeçarin e ardhshëm. Nuk do të ketë sot kryeministri. Ndryshim nga nuk do të ketë. Po ta shikoni sot, nuk do të ketë. Prandaj unë po ju them që nuk e publikon. Ndryshe gjë janë projekcionet që vinë hapja e emisionit. Që dimensioni ekonomik është kam përshtypjen që është nuk do të përdor në një epitet, por është vërtet i vështirë për të kuptuar nga fillimi deri në fund. Ola me të drejtë pyeti pse partitë politike nuk shprehen për marrëveshjen e ardhshme me Fondin Monetar. Gardiani i financave botërore, në momentin që do të bëjmë marrëveshje me ty, nuk të lejon absolutisht të bësh këtë ndryshim drastik të taksave. Do ju them vetëm një element, meqense me Enën e kemi debatuar dhe kur kemi qenë bashkë në emision tjetër. Ulja e çmimit të naftës. Ishte i problem që FMN-ja duhet trokiti. Në momentin që është ulur në tavolinë misioni FMN-s dhe kryeministri ka kërkuar një grup të posaçëm që të ulte çmimin e 1 litri karburant në Shqipëri, sepse ishte çmimi më i lartë në rajon dhe në Europë. Dhe u kërkua në mënyrë urgjente me ekspertë të gjendeshin cilat ishin kushtet dhe mundësitë që Shqipëria të kishte naftë më të lirë se Maqedonia. Makinat shqiptare shkonin furnizoshin në Okër. Vetura, taksit, trajner të kështu. Pastaj rriti taksën e qarkullimit. Një minutë pra. Unë po them kur u bë kjo. Ola, mos i ngatroje pokat se ajo që thua ti është në 2013, unë po flas për 2014-2015. 2 vite rreshti ke rritur. Prit për ta them unë, një herë rritur, ka qenë 17, u bë 27. Po një minutë pra t'ja shpjegoj tani. A doni që ta dini si i tha FMN-ja, se ti s'ke qenë aty. Ju lutem. Sa më koncis se jemi në fund të emisionit. Po emisionit. atë vit që kam qenë unë u bë kjo gjë. Atë vit që kam qenë unë. Atë vit që kam qenë unë, u ngrit një grup me kërkesë të biznesit dhe të kryeministrit, i cili do të merrte në shqyrtim këtë element, që nafta shqiptare të ishte më ulët në rajon, pra të shkonte diku te 0.90 të euros, sepse 0.92 kishte në atë kohë Maqedonia. Dhe mbasi u ran të gjithë u bën gjithë debatet, u arrit konsensusi dhe FMN-ja tha po ne dalim nesër në konferencë shtype dhe do të trokasim nëse ju e bëni. Po na thoni efektin. Efekti ishte 18.5 miliardë në buxhet. Minus. Dhe nëse Tuladari tha, nëse ju gjeni këto 18.5 miliardë, nesër dalim në konferencë shtype me ministrin dhe themi, Shqipëria ka litrin e karburantit 0.92 euro. Duke qenë se jemi në fund të këtij emisioni, unë doja nga një batut mbyllëse, pikërisht duke e risjell ndoshta, sepse gjithë ky emision më vjen mirë që pjesën, ose më saktë elementin e hapjes ishte pikërisht ky. Sa i rëndësishëm dhe sa pesh zuri diskutimi i problematikës ekonomike në fushat dhe sa i rëndësishëm është ai në psiqikën e votuesit për të votuar ditën e diel. Eno? Mundem një fjalë një batut? Apo duhet ta silloj se kisha një programet e pa publikuara
janë pika e vetme e qartë e kësaj fushate. Më qartë se kaq. Loda? Programe populiste, i themi popullit atë që do të dëgjojë, pastaj kur vim pushtet, shohim edhe bëjmë. Bardhi? Njerëzit të dëgjojnë me vëmendje, të mbajnë veshët hapur, të dëgjojnë se ç'ton partitë politike, liderët e tyre dhe ekspertët e tyre të ekonomisë, të mbajnë shënim për premtimet dhe që ditën e parë mbas qeverisë të kërkojnë llogari për premtimet që jepen në fushatë. Ti kërkojnë llogari pak e vështirë, po. Ola? Unë, meqense nuk u morëm shumë edhe me luftën kundër monopoleve dhe tregun e lirë dhe liberalizimit, doja që ta mbyllem me këtë që leret lirë edhe tregu ka dorë magjike do ta rregullojë të gjithën vetë. Më pak kontroll të shtetit tek biznesi. I kapitalizëm klasik. Shteti vogël i qeverisë socialiste. Topi fare. Okej, unë ju falenderoj sinqerisht që ishit me mua. Falenderoj Aurora Sulçen, Enio Civicin, Bardhi Sejdarsin dhe Ola Xhamin. Falenderoj sinqerisht që ndat me mua këtë emision. Ju falenderoj mbi të gjithë juve të nderuar shikues të televizionit Skan që qëndruat me emisionin Përballje. Takimi ynë i radhës është ajintën tjetër në orën 20:30. Deri atëherë nga unë Franco Egro, faleminderit për vëmendjen, natë mirë dhe mirupafshim.